Prolongohet seanca e komisionit ku duhej të vërtetohet cila sindikat është reprezentative dhe me atë të ketë të drejtë të jetë pjesë e Këshillit Ekonomiko-Social. Sipas informacioneve të Televizionit 21, nga një përfaqësues i qeverisë dhe organizatës së punëdhënësve, nuk kanë mundur të jenë prezent, andaj është propozuar termin i ri për mbajtjen e takimit në fillim të javës së ardhshme. Përndryshe, prolongimi në opinion e hapi çështjen nëse pushteti po blen kohë që të mund të kryej presion shtesë ndaj organizatave të caktuara sindikale që të dalin nga LSM, që në këtë mënyrë sindikata ta humb të drejtën për përfaqësues në KES, diçka për të cilën një kohë të gjatë akuzon LSM. Денеска, за жал, работниците можеби немаат толку голем проблем со владата и со работодавачите колку што имаат проблем со некои синдикалци кои работат на нивна штета, работат минималната плата а не се зголеми, работат да не се добие репрезентативноста и работат за да направат упади во синдикални организации, особено на локално ниво и во некои министерства, мислејќи дека на таков начин со коленичење пред функционерите или во функционерските кабинети ќе постигнат нешто, а на штета на работниците. Од коленичење болат само колениците. LSM për shkak të presioneve informoi organizatat sindikale europiane dhe ndërkombëtare që i dhanë mbështetje. Përndryshe, betejë në lidhje me atë se kush do të ulet në Këshillin Ekonomik Social është për shkak se ky trup i jep propozime për një seri vendimesh qeveritare, mes tyre dhe lartësia e pagës minimale. Pikërisht kjo çështje ishte temë nxehtë në opinion ku ashpër u përballuan LSM dhe qeveria. Përveç për lartësinë e pagës minimale, për çka para 2 ditëve protestoi LSM, nga kjo sindikat akuzuan se vendimi për harmonizimin ligjor të pagës minimale që bëhet një herë në vit është sjell në mënyrë jo ligjore, për shkak që LSM nuk ka përfaqësim në sindikat, për shkak se qeveria i tërhoqi antarët, kështu që me emërimin e ri u prolongua formimi i komisionit. Nga qeveria thonë se harmonizimi është ligjor. Но законот што предвидува? Став 5 од член 4 на Законот за минимална плата вели министерот за труд и социјална политика по претходно мислење на економско-социјалниот совет ја објавува висината на минималната бруто плата усогласена согласно ставот 1. Апсолутно е законска и сметам дека понатаму е оставен простор во тој диалог социјален каде што е трипартитен, владата, работодавачите и синдикатите, доколку се договорат овие репрезентативни синдикати, ние тоа да го испочитуваме како влада. Përndryshe, pas një kohë të gjatë në opinion u paraqit ish kryetari i LSM-s Živko Mitrevski, i cili pas 8 viteve që nga ndërimi i tij pohon se duhet të kthehet në postin e liderëve për shkak se ka vendim gjyqësor për këtë. Në ndërkohë, nga ndryshimi i tij deri më tani, LSM kishte 2 lider, përkatësisht 2 cikle zgjedhore.